Para se të përgjigjëm në këtë çështje derisa ta përmendin një kërcënim të Daçiçit që ka bërë sot, ku ka thënë që do të marrin masa ndaj serbëve të cilët kanë spionuar për çështjen se kush është duke ndërhyr për të kërkuar vota në Kosovë. Pra ka bërë një kërcënim të hapur ndaj serbëve të Kosovës, të cilët kanë bërë kinse veprime që i kanë çuar në arrestimin e këtyre 7 personave, ndërsa sa e përket çështjes tjetër, e thamë që në fillim veprimet që janë bërë tani është dashur të merren edhe në zgjedhjet e kaluara. Prej Daçiçit? Është shumë e pritshme, por është kërcënim i hapur. Kjo në kupton, do të thotë që ata është duke reaguar një ministri i punëve të brendshme, i cili ka edhe një forcë policore, ka ndikim në shumë çështje të ndryshme në Serbi dhe po ashtu ka ndikim edhe në Kosovë. Pra nuk është duke u bërë vetëm zyra Petkovićit, në këtë rast ajo që zyra për Kosovën e ashtu quajtura, ose një deputete, në këtë rast Nikolić që e përmendëm më herët, por duke bërë një ministër tjetër, pra në nivel shumë të lartë qeveritar, kur e dim çfarë niveli ka ministri i punëve të brendshme. Dhe në rastet e tilla atëherë kur shohim kërcënime kaq të hapura, prej tyre institucionet e sigurisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë do të duhet të rresëshin gatishmërinë bashkë me KQZ-n sigurisht, dhe bashkëpunimin ta kishin në forma në baza ditore që të reagojnë ndaj këtyre kërcënimeve që po vijnë nga jashtë, sepse ne e dimi që në të kaluar janë lista serbe të cilët janë munduar të tjetërsojnë votën dhe të vjedhin mandatet e minoriteteve tjera në Kosovë të arrisin numrin e tyre nëpërmjet kamuflimit të votave dhe të kenë shumë kujdes se çfarë ata do të ndodhin, do të tentojnë të bëjnë kësaj radhe, sepse synimi i tyre nuk është vetëm marrja e 10 ulësave në kuvendin e Kosovës, por dëmtimi i komplet procesit zgjedhor dhe përveç tjera është edhe nxitja e sa më shumë një lloj përqarje dhe urrejtje ku ju jep atyre arsyetime që të shprehen se kinse po ndodh një kërcënim i serbëve në Kosovë, një çështje ekzistenciale për Kosovën dhe t'i bëjnë zgjedhje në një formë manipulimi, sikur që e kanë quajtur edhe listën e tyre, jedna narod, jedna lista, një popull, një listë, e cila nënkupton një stil të llojit nazist.